Territori i Kosovës për datën 6 mars 2026 do të jetë në ndikimin e motit të qëndrueshëm dhe kryesisht të kthjellët. Paraditja do të jetë me diell në të gjithë territorin, ndërsa edhe gjatë pasdites pritet moti i kthjellët dhe i qetë. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 0 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 14 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:56 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:37 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 1 deri në 14 gradë Celsius, Podujev 0 deri në 12 gradë Celsius, Skënderaj 0 deri në 13 gradë Celsius, Pej 3 deri në 12 gradë Celsius, Prishtinë 2 deri në 13 gradë Celsius, Gjakov 3 deri në 14 gradë Celsius, Malishev 4 deri në 14 gradë Celsius, Gjilan 1 deri në 13 gradë Celsius, Ferizaj 2 deri në 13 gradë Celsius, Kaçanik 3 deri në 13 gradë Celsius, Suharek 3 deri në 14 gradë Celsius, Prizren 2 deri në 13 gradë Celsius,